Spiro Pali uron 35 vjetorin e Partisë Socialiste, hija ime nuk di dhunë, por frymëzim lirie dhe punë. Pas përmbylljes aktiviteteve me rastin e 35 vjetorit Partisë Socialiste të Shqipërisë, ka reaguar dhe deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiro Pali. Në një postim në rrjetin social Facebook, Spiro Pali shkruan se hija e saj nuk di dhunë, por vetëm frymëzim lirie, punë, mund të pafund dhe art magjie. Ajo gjithashtu përcjell urimin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Gëzuar 35 vjetorin Partia Socialiste, hija ime nuk di dhunë, di veç, frymëzim lirie dhe di punë, punë. Mund pafund për art magjie, shkruan Spiro Pali.